shkues, është koha që të shohim një material që na vjen i përgatitur nga kolegu Ahmet Maholli. Do të flasim për cilësinë, sigurinë dhe mundësitë që i ofron kuzhina qendrore e kryeqytetit, nga e cila marrin shërbim shumë kopshte, gjitha kopshtet publike, shkollat publike në cilat ofrohet shujta, por jo vetëm. Kështu që Ahmeti ka bërë një vizitë atje, edhe më detaje nga kuzhina qendrore, risitë që janë planifikuar për sezonin e ri, le ta quaj kështu të shkollës e të tjera, i mësojmë përmes këtij materiali. Me ambientet e mira të rregulluara dhe pajisje të reja, kuzhina qendrore e Prishtinës është një nga shërbimet kyçe publike në kryeqytet. Kjo gjatë ditës ofron deri në 10.000 shujta për institucionet shkollore dhe institucionet të tjera, dhe se këtë vit pritet të rritet numri i shujtave. Furnizimi me ushqim bëhet i paketuar dhe i ngrohtë duke u dërguar çdo ditë me transport të organizuar. Procesi fillon herët në mëngjes, ku kuzhinierët dhe stafi i angazhuar përgatisin ushqim të freskët duke respektuar udhëzimet zyrtare për kalorit, proteinat, vitaminat dhe fibrat e nevojshme për fëmijët. Për momentin jemi të furnizuar me ushqim 12 shkollat që kanë qenë pjesë e procesit të mësimit traditor, edhe 16 institucione parashkollore, ndërkohë që jemi në pritje të dërgimit të ushqimit edhe për 3 shkollat e tjera. Edhe kemi një konfirmim zyrtar, po komunikimet tona janë që kemi 3 shkolla të reja, të cilat pritet shpejt të hinë në mësimin traditor, edhe 2 qerdhe të reja që për përgatitjen të hapen nga ana e komunës së Prishtinës. Si total, neve na shkon diku të 10.000 shujta gjatë ditës që ne i përgatisim. Normalisht në këtë numër hyjnë fëmijët e mësimit traditor që i isin për klasës së parë deri në klasën e 5. Janë qerdhet për moshës 9 mujore, domethënë që dërgojnë ushqim për fëmijët për moshës 9 mujore, deri në mësimin e parashkollor që ne e dërgojnë ushqim. Normalisht në këtë kohë është edhe brigada Zafexve, me cilën ne kemi një kontratë me ta dhe dërgojnë ushqim 3 shujta në ditë, e kemi shtëpinë e plazhve, edhe kemi qendrimet ditore të plazhve, me cilët ne i dërgojnë ushqimin normalisht të gjitha në bazë kontratës që kemi me komunën e Prishtinës. Të shtëpia e plazhve, po ashtu kemi 3 vakte me cilën ne i dërgojnë, normalisht gjithë secila ka specifikat e veta, sepse varësisht prej moshës, varësisht prej gjendjes shëndetësore ne i përgatisim edhe ushqimet, normalisht me rekomandimin e nutricionistëve, për shembull shtëpia e plazhve ka ushqime të tjera, fëmijët moshës 9 mujore kanë ushqime të tjera, mosha mamadore kanë ushqime të tjera, ndërkohë brigada Zafexve e kanë të hapur opsione, mund të zgjedhë ushqime sipas menys që dakordojmë bashkë me ta, edhe atë meny masën ja dërgojnë e përgatisim edhe vinë e marrin brigada Zafex. Normalisht për momentin jemi të trajtuar opsionin që nëse është mundur, nëse kanë kushte brigada Zafex, ja dërgojnë ushqimin atë, me përgatit ushqimin atë, po janë të gjitha këto pjesë të komunikimit tona me ta, që me bë sa më lehtë edhe sa më afër me çën ushqimi, sepse brigada Zafex ka do specifika pak më ndryshe, kanë disa intervenime me të cilat duhet jemi na në gatishmëri për ta. Osa i shton se këto janë disa nga pajisjet që janë investime të fundit e të cilat lehtësojnë punën, ndërsa thot se është pasuruar edhe menyja. Po na meny për momentin kemi një 4 javore, është një meny me cila është plotësuar, është dyshuar pas kohë nga nutricionistët, nga pediatrat edhe nga prindrit. Parimi joni punës tek puna e menys është që rekomandimet e vinë nga poshtë lart, domethënë vinë nga institucion parashkollor me cilën ne e marrim, pastaj ajo filtrohet nga nutricionistët dhe ne jemi ata që bëjmë përgatitjen e ushqimit. Ka ndryshuar menyja ushqimore? Është pasuruar po me menyja ushqimore që 4 vjet ka ndryshuar një 4 herë deri tashti. Në fillimisht kemi pas një meny një mujore që ka në njëjta shërbim çdo ditë. Pastaj kemi bën një meny 4 javore, e cila vazhdimisht është pasuruar. Edhe ajo që është e fundit, domethënë që kemi vendosur shërbim si vjet, domethënë për herë të parë. Normalisht me kërkesën edhe me kontrollin e rrept edhe të nutricionistëve është vendosur produktet e peshkut të specifikuar për moshat me të cilën e konsumojnë. Ne kemi dërguar produktet e peshkut për moshën, për shembull për fëmijët në qerdhe, për fëmijët në shkolla, edhe normalisht për institucione të tjera ku ne i dërgojna ushqimin. Menyn ushqimor që kemi na përgatisin nutricionistët bashkë me qerdhet, ku është fjala për fëmijët, edhe bashkë me këshillin e prindërve në të përfshirë të gjitha nivelet e arsimit, po normalisht fjalën përfundimtare kanë nutricionistët edhe pediatrat, me të cilën japin
rekomandimet për vlerat të ushqyse që një fëmijë duhet të marrë gjatë qëndrimit në institucion shkollor. Kur them institucion shkollor, përfshi institucion parashkollor dhe shkollat. Do të thonë, ata kanë të parapame vlerën ushqimore me të cilën e marrin një fëmijë gjatë qëndrimit 8 orë, 5 orë, 6 orë sa rrin në shkollë. Normalisht ikum edhe nuk e shërbejna fast foodin, do të thonë që nuk konsiderohet e shëndetshme dhe nuk rekomandohet nga nutricionistët me përgatitur për këtë kategori të njerëzve në cilën ne shohim ushqim. Çdo pjatë balancohet me kujdes në çdo detaj, duke siguruar që ushqimi të jetë i shëndetshëm, i larmishëm dhe i përshtatshëm për të gjitha moshat. Realisht fokusi jonë më i madh është në rritjen e cilësisë dhe sigurisë ushqimore, se është një moshë ndihshme se ne dërgojna ushqime. Mbi këtë bazë ne kemi monitorime dhe kontrolle të vazhdueshme nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe institucionet e tjera që merren me këtë fushimtari. Ajo që ka bëna na si ndërmarrje është që çdo ushqim që përgatitet nga ana jonë mostrohet, ruhen mostrat e ushqimit, dhe ato mostra ruhen nga 72 orë në pjesën që është dedikuar për këtë çështje, edhe për çdo eventualitet, pastaj ato mostra merren edhe kontrollohen shumë nga Instituti Kombëtar i Publikut, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik apo dhe institucionet e tjera në të cilat kanë si qëllim këtë çështje. Deri tani kemi pas kujdes maksimal në ruajtjen dhe sigurinë e ushqimit, kemi bërë investime të jashtëzakonshme në pjesën e sigurisë ushqimore, në pjesën e pajisjeve, në pjesën e frigolomave. Ama thonë na veç aktualisht ku i kemi dikon 3 frigoloma me minus 20 gradë, ku të gjitha produktet që shërbejen në ndërmarrjen tonë ruhen sipas kushteve që i kanë të përshkruar në specifikacionin e tyre. Normalisht e pajisjet e tjera në të cilat ne kemi e ndihmojmë këtë proces, kemi pjesën e ndarësës atje që është një ndarëse industriale e cila e bën pastrimin e dezinfektimin e çdo pajisje që përdoret nga ana jonë. Dhe tash fatmirësisht nuk kemi pas asnjë të lashe. E mira është edhe analizat që vijnë nga Instituti Kombëtar i Publik i Shëndetit Publik, neve na kanë nxjerrë gjithherë në standardet edhe në nivelet më të mira të higjienës dhe sigurisë së ushqimit. Sipas OSAIT, në kuzhinën qendrore në Prishtinë, këtë vit janë bërë investime në pajisje, makina dhe ngritje profesionale të stafit, krejt këto me qëllim që nga kjo kuzhinë të shërbehet ushqim cilësor dhe me standarde të kërkuara nga institucionet shëndetësore dhe nutricionistët. Stafi ka një kujdesje maksimale për çdo gjë që përgatitet brenda institucionit tonë. Normalisht ne kemi investuar në përgatitjen profesionale të stafit, kemi të zhvilluar trajnime të ndryshme, edhe presim që deri në fund të këtij viti edhe të certifikohemi me ISO standard në aspektin e përgatitjes dhe sigurisë së ushqimit, që normalisht është një diçka që për momentin paktën të marrë publike në nivel vendit nuk e ka një gjatë të tillë. Domethënë viti 2026 ka qenë vit e investimeve në burimet njerëzore, në rritjen e kapacitetit të burimit njerëzore, edhe në rritjen e kapacitetit të makinerive tona të teknologjisë së fundit, me cilën ne përgatisim, rrujmë, paketojmë dhe dërgojmë ushqimin kudo që është e nevojshme. Pajisjet tona afrojnë atë mundësi, veturat tona janë sigurisë edhe me kriteret të cilat plotësojnë kriteret e standardit. Përgatitja ushqimit bëhet edhe me produkte vendore, por gjithnjë duke u bazuar në cilësinë dhe sigurinë e kërkuar. 60% e produkteve që përdoren të janë produkte të prodhuara në vendin tonë, do të thonë produkte të Kosovës, po normalisht nuk e japim përparësinë produktet të Kosovës nëse nuk është cilësore. Edhe nëse përmbahet kritere me të cilën duhet të ushqehet një fëmijë, na nuk kemi atë, nuk japim atë përparësi, sepse qëllimi jonë është të dërgojmë ushqim të sigurt, ushqim të shëndetshëm, edhe ushqim me vlera ushqyese që nuk e rrezikon jetën e një fëmije nënmujosh. Po në bazë kontratat që kemi na për momentin, do të thonë sqillet të 50-60% e gjitha produktet që janë produkte të prodhuara në Kosovë. Normalisht na jemi në synim që më pas sa më shumë, po të rrit kërkesën na, duhet të rrit edhe cilësia e prodhuesve tonë aspektin e dërgimit të porosive që marrin na prej tyre. Kuzhina qendrore e Prishtinës funksionon në bazë të hyrave vetanake dhe nuk varet nga subvencionet apo grantet e institucioneve publike. Ne jetojmë, funksionojmë, investojmë, zhvillohemi në bazë të hyrave tona vetanake. Domethënë bazë të hyrave të ndërmarrjes, realisht nuk është barë buxhetit as të komunës dhe as të nivel të shtetit.
Normalisht na kemi një kontratë me Komunën e Prishtinës kur ajo na pagun për shërbimin që na ofrojnë për ta. Edhe ajo kontratë domethënë është 2 euro për 3 vakte që dërgojnë në institucione parashkollore, edhe 3 vakte kompenzohen me atë shumë, normalisht me atë shumë vjen përgatitja, transporti edhe shërbimi për institucionet ku ne e dërgojna. Edhe kjo shumë është për gjitha institucionet arsimore ku ne e dërgojna ushqimin. Tash nëse krahasojmë cost-benefitin, nëse është një kosto e lirë ose çmimi i lirë që ne ja afrojna Komunës së Prishtinës, po normalisht me që jemi ndërmarrje komunale e kemi atë mundësi për momentin, po normalisht në vitin e vim do të pa mundësinë e rritjes së kësaj tarife, sepse është një tarifë e cila të pa zhvillimet në vend, të pa zhvillimet në çmime, në rritjen e çmimeve, në rritjen e kostos së jetesës, kostos së prodhimit, janë çmimet që në një periudhë ta më mundën me rreziku stabilitetin financiar të ndërmarrës. Kuzhina qendrore ka një ekip prej 10 punonësish nga kuzhinierët te logjistika, që kujdesen për mbarvajtjen e zinxhirit nga gatimi deri te shpërndarja.